Po thonë që Kosova është vend i izolum. Sot po triumfotohet më të madhe. Do të thonë Shqipënia nëse ka vend shumë i lirë, e Kosova vend shumë i izolum. Ne gëzohemi për Shqipërinë, mirë po Kosova nuk është vend i izolum, sidomos në krahasim me çush ka qenë. Pse? Izolimi motet në sa vende mund të shku pa vizë me pasaportën e çatij vendi. Pra, Kosova ka përparim të jashtëzakonshëm në krahasim me ata që po akuzojnë kur kanë sundu apo udhëheq me këtë vend. Pra, nga vitin 2020, në Kosovë mund të shkoje në vetëm 13 vende pa vizë, ndërsa sot mund të shku në 55 vende, vetëm javën e kaluar 2 shtete të zhvilluara ja heqën vizat Kosovës, pra Izraeli dhe Brunei. Prandaj, kjo nuk është e vërtetë. Do të thonë, përveç këtyre 55 vendeve që mund të shku pa vizë, edhe në 38 vende tjera mund të marr vizën, do të thonë, në aeroport, me të mbërrinj atje. Pra, thuj se pa vizë, pa apliku për vizë fare, mund të shku me pasaportë e Kosovës në gati 100 vende. E ky rrëfim nuk ishte më herët. Do thotë Kosova e kishte përmenje pasaportë dobët dhe ishte ndër vendet më të izoluara të botës qysh para 5 vjetëve. Ndërsa sot nuk është ky tregim. Pra, Kosova po hapet, Kosova po deizolohet. Edhe kësaj nuk ka që kam ju friksu askuj. Që për shembull këtu kem pas pasaportën teme, ke pas viza Schengen, mirë po tash nuk i ki ma. Se shkon pa vizë në krejt Evropën. Prandaj, le t'i gëzohemi kësaj, ne po hapemi, të kënaqemi pse jo.